Mirë se erdhët të dashurior në letrat rrëfejnë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe sot kam zgjedhur të njëjtën pyetje çfarë po na pret ditë të ardhshme apo këtë javë që po vjen. Dhe të dashur ujor, letra parë është 6 të kafkave në këtë letër apo në këtë grup. Këtu po vjen një situatë ku ka dhënje dhe marrje, por jo domosdoshmërisht të barabarta. Mund të jetë një marrëdhënie të dashur jor për ju ku dikush jep më shumë, mund të jeni ju apo personi. Një situatë ku ndihmon ose mbështet dikë, ose një lidhje ku balanca nuk është e qartë. Pra, ujor, ti po investon më shumë se tjetri, dikush po merr por nuk kthen në të njëjtën mënyrë, ose ndihesh sikur po mban një peshë që nuk është vetëm e jotja, duhesh të ndahesh edhe me dikë tjetër. Kjo është marrëdhënie që kërkon balancë, jo sakrificë të njëanshme. Absolutisht gjithmonë për diçka duhen dy veta, për një dashuri sidomos. Letra 2, ku duhet të keni kujdes, të dashur, ku duhet të keni kujdes, është djalli. Këtu del një lidhje ose situatë që të tërheq fort, të tundon, atë kuptim, por jo domosdoshmërisht në mënyrë të shëndetshme. Djalli nuk është i shëndetshëm, por nuk është djalli siç e njohim të gjithë, djalli, të këqija të bërë. Jo, janë mendime negative, janë gjëra toksike, gjëra që na bëjnë dëm në kuptimin asaj, jo siç e themi larg qoftë, në atë kuptim. Mund të jetë varësi emocionale, një lidhje që të mban të lidhur, por jo të lirë, ose një situatë që e di që nuk është e mirë, por nuk e lë. Ujor. Kujdes pra, jo çdo gjë që të tërheq fort është e mirë për ty. Dhe këtë duhet ta kemi parasysh të gjithë. Gjërat që na tundojnë, gjërat që na mendojmë se e duam, lidhja është toksike, mendojmë se na bën mirë, investojmë në atë vend edhe pse s'marrim asgjë. Në atë kuptim ky djall këtu. Letra e 3, mundësia që po vjen, këtu vjen një fazë që të teston. Mund të ndihesh e lodhur apo i lodhur nga një situatë që shikoj dhe patjetër diku je duke dhënë shumë dhe s'po merr asgjë, ke marr barrën e gjithë dynjas dhe për atë personin dhe sikur tjetri është aty por s'është, apo këtu po të tund diçka që nuk të bën mirë, po çndron diku që nuk po të jep atë që duhet. Është pra kjo situata që po ju lodh. Sikur ke bërë shumë dhe s'po sheh rezultate. Vazhdon diçka edhe pse të ka lodhur ujor. Ndihesh në fund të durimit ose por përpiqesh ta mbash edhe pak. Ndoshta ndron, ndoshta rregullohet, ndoshta bëhet. Kjo është provë, vazhdon apo ndalon. Kjo është në një farë mënyrë test për ju, një provë. Letra 4, çfarë duhet të bësh konkretisht? Këtu mesazhi është shumë i qartë, ktheu tek vetja. Absolutisht. Duhet të vendosësh veten në prioritet ujor, të mendosh për stabilitetin tënd dhe të mos sakrifikosh qetësinë për askënd. Jo vetëm sot, por asnjëherë. Pra, gjithmonë duhet të jemi, kur jemi në mirë, mund të bëjmë dhe mirë të tjerëve. Kur jemi në mirë, rezonojmë, shkëlqejmë, japim, kontribojmë për të mirë dhe të tjerëve rreth nesh. Kur jemi në mirë, nuk funksionon asgjë. Fokusohu te puna, rutina, stabiliteti ujor, mos të lëro gjërat që të prishin qetësinë, zgjidh atë që të jep siguri, jo stres. Pra, qetësia jote vlen më shumë se çdo situatë e pasigurtë. Çfarë do marrim nga letrat Oracle? Thotë çdo person që largohet merr me vete diçka që nuk të duhet më. Tani, kjo është një largim që mund të ndodhë, mund të jetë nga ju, nga personi, nga kjo situatë, ose një distancim që është i nevojshëm, dhe që në fund është për të mirën tënde të dashur ujor. Jo çdo lodhje duhet mbajtur me çdo kusht.
Jo çdo person duhet, sepse e duam edhe pse na bën dëm, duhet ta mbajmë me çdo kusht. Jo në çdo investim kur s'marrim asgjë duhet ta mbajmë me çdo kusht. Në çdo gjë që nuk funksionon duhet liruar një herë për gjithmonë. Pra, të dashur, këto ditë janë për të vendosur kufi. Kush po merr më shumë, çfarë po të lodh dhe ku po humbet qetësinë. Mos u lidh me atë që të dëmton, edhe nëse të pëlqen apo të tërheq me një farë mënyre. Pra, ik, largohu nga ty kur s'merr asgjë.